Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Sonte kemi një temë sa është e dhimbshme, aq edhe jetike për historinë, po ashtu edhe për të ardhmen tonë. Dokumentimin e krimeve të luftës në Kosovë. Flasim shpesh për drejtësi, por drejtësia nuk vjen pa fakte, pa dokumente dhe pa një punë të rrept shkencore. Për të kuptuar se ku qëndron Kosova sot në mbledhjen e këtyre provave, mysafiri jon i ftuar në emisionin personale është drejtori ekzekutiv i Institutit për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, profesor dhe doktor i shkencave Adriet Temi. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma, mirë se jeta këna. Kënaqësi t'ju kemi në studion e emisionit personale, sidomos në këtë përvjetor të rëndësishëm të shtetit tonë, që jemi pra në ditën e 27 vjetorit të çlirimit të Kosovës. Dhe natyrisht që kur flasim për çlirimin e Kosovës, e kuptojmë që pra pasaj është një sakrificë kogja e madhe, jo vetëm e viteve të fundit, por me shekuj e shqiptarëve. Pra një luftë, vrasje, masakra të ndryshme që janë bërë mbi këtë popull pra për të arritur këtë që e kemi edhe sot, pra çlirimin e po ashtu edhe pavarësinë e Kosovës. Sakt. Me qenë se e thashë edhe në hapjet e emisionit që është shumë e rëndësishme që të dokumentohen gjitha ato, sepse jo që flet vetëm për të kaluarën, por përcakton një farë forme edhe të ardhmen e perspektivin e një vendi. Ku qëndron Kosova me mbledhjen e gjitha këtyre dokumenteve? Pra, e dim që është themeluar instituti, por kogja vonë, pra, vitin 2023, pra, një periudhë kogja të gjatë pas përfundimit të luftës. Fatkeqësisht, në njërën anë që është themelu kaq vonë në nëntor të vitit 2023, e fatmirësisht që, po mendoj, Instituti i krimet kryera gjatë luftës në Kosovë, në formën si që është themeluar tani, garanton një lloj qëndrueshmërie dhe në një farë forme do të ekzistojë derisa të ekzistojë Kosova. Kjo për shkak se instituti e ka ligjin e vet, që i bie ka qëndrueshmërinë e vet institucionale, por edhe financiare, meqense ka edhe linjën buxhetore të paraparë. Unë kam marrë detyrën në 8 nëntor të vitit 2023 dhe kur kam fillu punën, kam qenë vetëm unë edhe ligji për institutin, ndërsa tani kemi një institucion të konsoliduar kogja mirë, duke pas parasysh periudhën e shkurt kohore, për shkak se jemi mbi 40 punonjës, jemi shtrirë në 7 rajonet e Kosovës me zyre qendrore në Prishtinë. Pastaj kemi arritur që gjatë kësaj periudhe relativisht të shkurt kohore të mbledhim materiale që dokumentojnë krimet e kryera gjatë luftës nga 15 vende të ndryshme të botës, por gjithashtu edhe nga më shumë se 1100 burime të ndryshme në vend, rajon, por edhe në vendet e tjera siç e cekam. Gjatë kësaj periudhe kohore, instituti ka arritur që si me thënë, konsolidohet në kuptimin e kornizës ligjore, metodologjike, etike e kështu me radhë, pastaj edhe në kuptimin e infrastrukturës fizike, me qenë se siç thash, jemi të shtrirë me zyre në 7 rajonet e Kosovës, kemi depon tonë arkivore, kemi zhvilluar aktivitete të ndryshme në vendet të ndryshme të botës. Kur flas për aktivitete, kam fjalën për konferenca shkencore, ekspozita, pastaj edhe së fundin është publikuar një libër me artikuj shkencor nga autor të ndryshëm të universiteteve të ndryshme të botës, si që jenë Universiteti New Yorkut, Westminster, Bournemouth, Dublin e kështu me radhë, dhe është publikuar nga shtëpia prestigjioze botuese Routledge Southeast European Series, e kështu me radhë që i bie se instituti është pra kur e keni marrë në dorë temi kështu punën për të themeluar institutin, përballja juaj në teren, pra me njerëzit të cilët i kanë ruajtur, ju vetëm në aspektin e institucioneve, por edhe njerëz, persona fizik, sa ka pas Kosova dokumentet të tilla, pra të ruajtura, sa janë ruajtur, sepse tham pra ka qenë një periudhë kogja e gjatë që ndoshta janë mbajtur ose në arkiva private, personale, apo ndoshta edhe në zyre të ndonjë organizate. Kur kam filluar detyrën, kanë qenë disa sfida. Sfida e parë ka qenë mungesa e besimit të atyre njerëzve që kanë posedu materiale në institucione shtetërore.
për shkak se ka pasur edhe iniciativa të mëhershme për dokumentimin e krimeve të luftës. Për shembull, ka qenë një institut i krijuar me anë të një vendimi të një ministri të drejtësisë në vitin 2011, e pastaj është mbyll prapë me anë të një vendimi tjetër të një ministri të drejtësisë në vitin 2017 ose 2018. Pastaj ka pasur edhe iniciativa individuale të njerëzve që kanë shku tek viktimat e mbjetuara ose familjarët e viktimave ose tek ata që kanë poseduar materiale dhe i kanë kërkuar ato dëshmi, ato fakte, ndonjëherë edhe duke ju premtuar se me anë të këtyre dëshmive që ata i deponojnë do të ketë dënime apo do të ketë reparacione kështu me radhë, dhe kjo ka shkaktuar një lloj irritimi tek familjarët dhe tek viktimat e mbjetuara dhe mungesë të besimit në institucion. Sfida numër 1 pra ka qenë me i bindë ata që formati se si është krijuar instituti tani dhe mënyra se si i trajton këto materiale është përmes një metodologjie shkencore e cila i plotëson krejt standardet ndërkombëtare dhe i adreson nevojat lokale në të njëjtën kohë. Në fillim ka pasur raste që kur kemi shkuar në ndonjë fshat të Kosovës apo qytet për ta kontaktuar ndonjë familjar, edhe siç thot populli na ka thënë që të largohemi prej aty se nuk dënë me bashkëpunu. Pse? Cila ka qenë për shkak se ne nuk kemi pas ndonjë premtim të caktuar se mund të kompenzohet financiarisht ose mund të... Pra kanë pritur kompenzime qytetarët për... Nuk është se kanë prit, po kanë pyet për shembull çka mund të përfitojmë ne, a do të ketë gjykime e kështu me radhë. Natyra e punës së institutit nuk është hetuese, po është dokumentuese dhe hulumtuese. Do të është edhe humbje besimit tek institucionet. E vërtet, mirë po dal nga dale, kemi arrit që me kthy besimin fatmirësisht dhe tani kemi shpesh raste kur familjar apo institucione apo ekspert të fushës vinë në baza vullnetare dhe i dorëzojnë materialet në Institutin e Krimeve të Kryera gjatë luftës në mënyrë që ato të ruhen e pastaj të përpunohen e të arkivohen në mënyrën e duhur. Sa i përket Kosovës, ne kemi arritur pastaj që ta iniciojmë një bashkëpunim shumë të mirë me institucione në nivelin qendror të cilat kanë poseduar materiale që dokumentojnë krimet e luftës, për shembull me Ministrinë e Drejtësisë, Ministrinë e Punëve të Jashtme, pastaj me Ministrinë e Kulturës e kështu me radhë, gjitha ato materiale që ata i kanë poseduar i kanë deponuar në arkivin e institutit. Në të njëjtën kohë kemi arritur që të mbledhim materiale dhe të kemi një bashkëpunim të frytshëm me 33 komuna të ndryshme të Kosovës, ku përmes kryetarëve të komunave të gjitha materialet që ata i kanë poseduar i kanë dorëzuar gjithashtu në ka pasur mjaftueshëm pra materiale të ruajtura si duhet tek institucionet. Duhet ta tërheqim një paralele. Do të thotë nga ajo që kam kuptuar është se krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë kanë qenë më të dokumentuarat në krahasim me gjitha krimet e luftrave që janë kryer gjatë viteve të 90-ta në Jugosllavi. Edhe arsyet janë se në NATO për herë të parë ka intervenuar ushtarakisht në një vend në rastin e Kosovës dhe kjo ka tërhequr vëmendjen e gazetarëve, ekspertave të sigurisë, politikbërësve kështu me radhë. Andaj niveli i dokumentimit të këtij intervenimi ka qenë më i madh. Në dy, për shkak të luftrave që kanë ndodhur gjatë viteve të 90-ta, për shembull në Kroaci, Bosnë e kështu me radhë, tani më ne kemi pasur një si them, numër të madh të gazetarëve që kanë mbulu këtë lufta, që e kanë njoft kontekstin rajonal ose lokal kështu me radhë. Andaj lufta e Kosovës duke qenë e fundit ka tërhekur gjithashtu. Ka pasur vëmendje ndërkombëtare edhe të mediave. Megjithatë, fatkeqësisht ne kemi qëndruar më së dopti, do thoja, sa i përket mbledhjes, pastaj përpunimit, arkivimit, verifikimit të këtyre materiale. Instituti i Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë andaj i ka kushtuar prioritetin kryesor gjatë kësaj periudhe, ka pas mbledhjen e materialeve që dokumentojnë krimet e kryera gjatë luftës, vendosjen e tyre në përfiltra të verifikimit, përpunimit dhe arkivimit, në mënyrë që kur t'i kemi këto materiale në depot arkivore të institutit, pastaj në të ardhmen të bëhen hulumtime shtesë apo qoftë nga ana e akademikëve vendore. Por përparësi e madhe ka qenë që një numër i qytetarëve të Kosovës që kanë pasur ndonjë
Unë thamë nga njerë, qoftë vedije më të ngritur intelektuale, qoftë emocion pak më tepër për luftën, kanë arrit me imbledh këto materiale dhe tani i kanë dorëzuar në institut edhe ato janë bashku me të gjitha materialet e tyre. Gjithashtu një kontribut shumë të madh e kanë dhënë organizatat e shoqërisë civile, pastaj mediat në Kosovë që gjatë kësaj periudhe kur ka pasur një boshllëk institucional, ato i kanë mbuluar domethënë pjesën e dokumentimit krimet kryer gjatë luftës në Kosovë. E bukura e krejt kësaj është krenare sepse kemi arrit me shëndru institucionin në njërën anë, në një pikë ku të gjithë grumbullimi, ku të gjithë ata individ apo institucione që posedojnë materiale që dokumentojnë krimet e luftës, i dorëzojnë në institut. E në anën tjetër në një pikë referencimi ku të gjithë ata qofshin akademik, gazetar apo producent të filmave dokumentar apo filmave artistik që kanë nevojë për materiale që dokumentojnë krimet e luftës, vinë prapë në institut dhe i marrin ato materiale, i bëjnë referencë qoftë për punimet e tyre shkencore apo për produktet e tyre kulturore që janë ekspozitat, filmat, dokumentarët e kështu me radhë. Është një prej videove pra që ju e keni përpunuar, e keni bërë bashkë, sepse me që thash pra jemi në ditën e përvjetorin shtërimit Kosovës, pra me intervenimin e trupave të NATO-s në Kosovë. Këto video janë marrë nga janë të personave pra fizik që i kanë incizuar, apo janë do një reportazh i mediave të huaja? Ky material është dorëzuar është pjesë e fondit arkivor të kolonelit britanik Christopher Warren, i cili ka qenë prej të parëve me këforin britanez që është futur në Kosovë dhe detyra e tij ka qenë demilitarizimi i ushtrisë jugoslave atëherë. Materialet janë nga ky fond arkivor edhe janë dëshmi e rëndësishme historike për mënyrën se si komuniteti ndërkombëtar e përcolli fundin e luftës në Kosovë dhe hyrjen e forcave paqëruese të NATO-s. Në pjesë e këtij materiali janë edhe raportimet e disa mediave ndërkombëtare që tregojnë se me 12 qershori 1999 realisht nuk ishte vetëm një zhvillim i caktuar ushtarak i një organizate siç është NATO, por ishte një moment me rëndësi shumë të madhe humanitare dhe politike gjithashtu. Pas 78 ditëve të fushatës ajrore të NATO-s dhe tërheqjes së forcave serbe, Kosova po hynte në një fazë të re në historinë e saj dhe këto materiale, këto video pastaj përfaqësojnë. Ja, po shohim pra është edhe data 12 qershor 1999. Po, saktësisht këto janë disa pamje ku shifen për shembull të dëbuarit shqiptar qoftë nga kampët në Maqedoninë Stankovec apo edhe qytetarët shqiptar që policia dhe ushtria serbe nuk ka arritur t'i dëbëjnë nga vendi për kanë qëndruar në Kosovë, duke i mirëpritur forcat e NATO-s që për ta kanë pas kuptim se kanë reflektuar. Do të lus regjinë, kemi edhe një video më duket është e fundit, por që ta transmetojmë tani, janë disa qytete të Kosovës, me që pra folem për shlirimin ende pa kaluar tek pjesa e krimeve që janë bërë në Kosovë, por do t'i shohim, jo nuk është kjo video, është video e fundit, pra është video që flet, ja kjo është. Janë qytetet e shkatruara të Kosovës pra me njëherë pas luftës. Pra është qershori pikërisht i vitit 1999. Është ky qyteti i Pes, nëse nuk gaboj, por ka dhe qytetet të tjera. Sipas dokumenteve, pra cili qytet ka qenë më i shkatruar në aspektin ekonomik dhe sa ka qenë pra vlera atyre, ka një vlerë të humbjes ekonomike të qytetarëve të Kosovës? Nga videomaterialet që kemi arritur t'i grumbullojmë për pjesë të ndryshme të Kosovës, mund të thuhet se qyteti i Pes apo qendra ose qarshia e Pes ka qenë njëra prej qyteteve më të demoluara ose më të shkatruara gjatë luftës, pa e përjashtuar gjithmonë edhe qytetet e tjera apo vendet e tjera. Po instituti ka mandat për dokumentimin edhe të krimeve ekonomike, mirë po për shkak të vonesës, sepse ne jemi krijuar, themeluar vetëm në vitin 2023, jemi detyruar që të prioritizojmë, si me thënë, objektivat tona. Andaj gjatë kësaj faze kemi prioritizuar mbledhjen e materialeve që dokumentojnë krimet e luftës, pastaj krijimin e databazave apo listave për numrin e viktimave
të luftës në Kosovë, pastaj numrin e masakrave në Kosovë dhe numrin e varrezave masive. Pra, i kemi prioritizuar këto krimet kundër njerëzimit ose gjenocidale në raport me krimet ekonomike ose krimet në trashëgimi kulturore e kështu me radhë. Megjithatë, sa i përket dokumentimit krimeve ekonomike, instituti tani më e ka zhvilluar një metodologji shkencore që në kuadër të së cilës definohen të gjitha hapat se si do bëhet, do të thotë dokumentimi i krimeve ekonomike, kalkulimi i tyre, edhe ideja nuk është që ti dokumentojmë vetëm krimet e vitit 1998 ose 99, respektivisht këto djegjet ose shkatrimet e pronave private apo edhe pronave publike, si që janë rrugët e kështu me radhë, po ideja është që ti dokumentojmë edhe krimet që i ka shkaktuar shteti sërb gjatë viteve të 90-ta popullsisë kryesisht shqiptare në Kosovë përmes përjashtimit nga puna dhe detyrimit të tonë që t'i krijojmë ato sistemet që i kemi quajtur atëherë paralele të edukimit, të shëndetësisë, të mirëqenies e kështu me radhë. Pra me qenë se po flasim për institutin edhe tha më herët që është krijuar kogja vonë, pse mendoni kanë qenë këto vonesa, pra duke ditur rëndësinë e gjithë kësaj pune, pra temi është jetike ndoshta edhe përveç shtetësinë e Kosovës, sepse edhe pavarësia, edhe çlirimi i Kosovës ka ardhur pikërisht mbi këtë bazë. Pa, kjo është mendim personal, ndoshta jo domosdoshmërisht qëndrim zyrtar i institutit, që jemi në emisionin personale, pe jap vetit lirime. Unë mendoj që është realisht dëm shumë i madh fakti që nuk kemi arrit, si me thonë, me e prioritizu si vend, si shoqëni, si institucion, apo si inteligjenci, dokumentimin e krimeve të kryer gjatë luftës në kohë reale. Edhe si rezultati mungesës së një dokumentimi të mirëfillt, Kosova në një periudhë 25 ose 27 vjeçare mas luftës ka marrë pozicion defanziv sa i përket krimeve të kryer gjatë luftës. Pra dhe nuk ka, ndoshta është kogja e vonuar që të kërkohet edhe e drejta ose kompenzimi, edhe në raport me Serbinë që ka qenë agresori këtu. Fatmirësisht ju jeni juriste, dini edhe më mirë se unë se krimet e luftës nuk vjetërsohen. Ne gjithmonë kur t'jemi gati mund të kërkojmë, domethënë si vende, si shoqëri ose si viktima të mbijetuara. Po për shkak zhvillimeve politike pastaj, është Haga atje. Mundohem me gjetë një arsye. Janë bisedimet mes Kosovës e Serbisë, po. Një gjë e tillë, edhe mundohem me si me thonë, e kërkoj spjegimin në faktin që ne kemi qenë, fillimisht nuk është që kemi pasur një traditë për të marrë mirëfilli me dokumentimin e krimeve të kryer gjatë luftës së Kosovës, sepse fatkeqësisht si vend e si shoqëri kemi dështuar që t'i dokumentojmë edhe krimet e slavëve karshi shqiptarëve në 150 vitet e fundit. Mund të flasim nga viti për shembull 1877 ose 78 kur ka filluar krijimi i shteteve kombe në Ballkan, respektivisht Kongresi i Berlinit, atje prapë që koincidon me çdo datën e 10 qershorit kur janë krijuar shtetet kombe që është Serbia, Greqia dhe Bullgaria, dhe në atë periudhë kohore ka pasur deri tek luftat e para ballkanike krime karshi popullsisë civile shqiptare për shkak se në atë botë ata kanë dashur që ta shtrinë territorin e tyre sa më shumë shtetëror edhe në hapësira që kanë qenë populluara nga shqiptarët. Pastaj kemi pasur krime ndaj shqiptarëve edhe në periudhën e luftrave ballkanike, në periudhën e luftës së parë botërore 1914-18, në periudhat midis dy luftrave, respektivisht në Jugosllavinë e parë, nga viti 18 deri në vitin 39 kur ka filluar lufta e dytë. Pastaj në luftën e dytë 39-45, pastaj në periudhën e pas luftës së dytë botërore, siç dihet, në Jugosllavinë e dytë ka pasur diskriminim edhe krime të caktuara ndaj popullsisë shqiptare. Mos flasim pastaj për vitet e 90-ta, ku ka ndodhur një mori, ose prej viteve të 80-ta, ku ka ndodhur një mori ngjarjesh dhe do thoya lirisht krimesh karshi popullsisë shqiptare, që në një farforme kanë shpier deri tek lufta e vitit 98-99. Pra, arsyeja pse ka mundur që eventualisht të ndodhë që mos të prioritizohet dokumentimi i mirëfillt i krimeve të luftës në Kosovë nga viti 99 e tutje deri në vitin 2023, unë po them mundohem me gjetë një arsyeshmëri, them një,
ka pasur domosdoshmëri që të rindërtohet vendi për shkak se siç e dokumentuan edhe videot e treguara këtu, ka qenë i demoluar, thoya se ka Pra pasur vëmendja nuk ka qenë aty. Vëmendja nuk ka qenë. Vëmendja e institucioneve fatkeqësisht nuk ka qenë aty. A dihet numri sakt i viktimave në Kosovë? Numri sakt i viktimave në Kosovë deri më tani ne kemi qenë ose institucionet e Kosovës ju janë referencu të dhënave të dalën nga fondi për të drejtën humanitare, ju udhëhequr nga zonja Natasha Kandić dhe në bazë të dhënave të atij fondi, numri i viktimave sipas tyre është 13.535, megjithatë në 20 muajt e fundit instituti ka qenë duke punuar intensivisht në përpilimin e listës preliminare, cila pastaj do të zhvillohet në një databazë apo platformë më të zgjeruar të numrit të sakt të viktimave që kanë humbur jetën, kanë qenë të vrarë gjatë luftës, kanë humbur jetën si pasojë e luftës, apo që akoma figurojnë si të pagjetur. Në thëtë, ne jemi duke shpresuar që gjatë këtij viti, instituti, respektivisht Republika e Kosovës, ta ketë për herë të parë në mënyrë zyrtare lancimin e kësaj liste, megjithatë nuk mund të përjashtohet mundësia që edhe kjo listë mund mos t'i ketë ato, si më thonë. Mendoni që ky numër është më i madh se sa është paraqitur? Ne tani si thash jemi në këtë fazën përfundimtare të përpilimit të draftit të parë të listës, do thoya, dhe del se ka pak diferencime, por asnjë veprim instituti deri më tani, duke filluar nga rregulloria për funksionalizim të institutit, deri tek metodologjia shkencore që e përdorim, pastaj korniza, domethënë vlerat themelore të sjelljes së njerëzve që punojnë në institut me palët e brendshme dhe të jashtme. Asnjë dokument nuk e kemi përpiluar vetë. E kemi bërë draftin e parë, pastaj e kemi diskutuar atë me ekspertët e fushës, me përfaqësues të institucioneve tjera në Kosovë, siç është akademia, universiteti, pastaj gazetarët, ekspertët, ata që kanë ekspertizë në këtë fushë tjera. Njëjtë do ta bëjmë edhe me listën, do të gjatë tërë kësaj periudhe sa kemi qenë duke e përpiluar listën, kemi qenë në kontakt me përfaqësues të fondit për drejtën ndërkombëtare, pastaj me përfaqësues të Këshillit për mbrojtjen e lirisë dhe mbrojtjes të KLMD-n, pastaj me profesorë të tjerë që janë marrë me këto çështje. Ka dallim lista jonë me listën e fondit për drejtën humanitare, megjithatë para se të lansohet, patjetër që do të diskutohet prapë dhe do mundohemi me si më thonë, minimizu gabime. Është me rëndësi të thuhet që për secilin viktim që e kemi ne në listën tonë, janë përdorur 8 burime për ta verifikuar në mënyrë që të jemi sa më të sigurt dhe mos të shkaktojmë, do të thotë ndonjë, si më thonë, ndjesi të keqe për familjarët. Dhe këtu hyn gjitha grup mosha, pra nga fëmijët deri te pleqt. Sigurisht, instituti është gjithëpërfshirës në kuptimin dokumenton krimet vis-a-vis të gjitha në aspektin etnik, në aspektin gjinor, në aspektin e moshës, në aspektin e rajonit. A ka shumë fëmijë pra që kanë qenë të masakruar, pastaj ndoshta që janë vrarë dhe në forma më makabre të mundshme? Është shumë interesant krenar që në bazë të asaj që kam arrit me pa, prapë dhe kjo është në qëndrim imi personal, sepse nuk e kam konkludu kështu deri. Sipas fondit, numri i fëmijëve që është i vrarë në Kosovë është 1133. Edhe prej tyre dikon rreth 110 janë fëmijë të etnicitetit jo shqiptar. Dhe janë të Sërb, Rom, Ashkali, Turk, Bosnjak. Po edhe Sërb? Po. Në bazë të, si me thonë, dijes time dhe leximeve të mia që i kam bërë, kam marrë në përfundim se prapë kjo nuk është e publikuar, nuk është personale, po personale. Kam konkludu që asnjëri prej këtyre fëmijëve, madje edhe ata që janë jo shqiptar, nuk është vrarë nga ana e ndonjë ushtari shqiptar. Që ndërsa ne kemi fëmijë, pastaj edhe video materiale që
dokumentojnë se ka pasur fëmijë të moshave të ndryshme të masakruar nga ana e ushtrisë dhe policisë serbe. Ka pasur fëmijë të ekzekutuar në distancë të shkurtë, me anë të gjujtjeve me plumba të kalibrave të ndryshëm. Dhe është fatkeqësi e madhe. Pastaj edhe që janë djegur brenda në shtëpi. Kemi rastin për shembull të masakrës së Poklekut, ku janë vrarë 53 viktima, për tyre 24 kanë qenë fëmijë. Edhe përveç se fillimisht ju është hedhur një granat në dhomën ku kanë qenë të strehuar ata, edhe pastaj janë ekzekutuar përmes gjuajtjeve me automatik, të njëjtit me qëllim të zhdukjes së provave janë djegur 3 herë radhës. Edhe unë shpesh takohem me zoti Fadil Muqollin, i cili ka humbë familjen e tij në këtë masakër, edhe është shumë interesante mënyra se si ai e shpjegon, por edhe shtëpia muzej që gjendet sot në Poklek. I them Zotit Fadil, siç e quaj unë, që pjesa më e vështirë e punës është për ne kur vim të kërkojmë kurajo e informata si me thonë, motiv e forcë prej atyre që tashme e kanë dhënë gjithçka për këtë vend. Sigurisht që dëshmitarët. Po edhe kjo këtu ndoshta është një farë luftë, themi, e institutit edhe me kohën, sepse dëshmitarët ndoshta veç më tash janë plakur, ose ndoshta edhe kanë ndruar jetë, sepse koha po kalon pra 27 vite që prej përfundimit luftës. Është shumë e vërtet kjo që thoni, por megjithatë unë besoj që është shumë në rëndësi që është themelu instituti, sepse ne nuk jemi vënë vetëm me dokumentimin e krimeve të kryera karshi popullsisë civile shqiptare në luftën e viteve të 90 ose në vitin 98-99, por unë mendoj që në 150 vitet e fundit është iniciativa e parë shtetërore për me institucionalizu krimet e kryera karshi popullsisë shqiptare në luftëra dhe në periudat të ndryshme. E mendoj që kjo është shumë me rëndësi, me fakti që instituti është themeluar me ligj, do thonë ligjvënësit e Kosovës e kanë vendosur që të ketë Kosova një institut që merret me dokumentimin dhe hulumtimin e krimeve të kryera gjatë luftës. Dhe i njëjti pastaj ta bëj këtë dokumentim në mënyrën sa më shkencore, sa më transparente dhe sa më objektive të mundur. Kjo është një përparësi shumë e madhe. Në videon që e kemi duke shumë edhe video të tjera, tani, është kjo video, po. Edhe kjo video është një incizim të cilin e kanë bërë KFOR-i britanez, kur është futur në Kosovë, edhe flet për një vend, një lokacion në një shtëpi, ku janë kryer tortura ndaj popullsisë civile. Këtu i shihni mjetet më njerëzore të mundura, cilat janë përdorur për kryerjen e këtyre torturave, nga ana e veshjeve dhe mbathjeve që gjenden në këtë hapësirë, vërehet që ka një numër të konsiderueshëm të veshjeve që janë për gjinin femrore, por edhe të fëmijëve, e që në një farë forme dokumenton se këtu janë kryer krime edhe ndaj pjesës më të pambrojtur të shoqërisë, siç janë fëmijët dhe gratë në këtë rast, edhe moshave të ndryshme. Pra në këtë shtëpi janë torturuar? Në këtë shtëpi, edhe këto incizime janë bërë nga KFOR-i britanez, cilët janë fut në Kosovë. Edhe kjo video është pjesë e fundit arkivor të kolonelit Christopher Warren. Edhe fakti që kolonel të këtij kalibri, pastaj gazetar ndërkombëtar, fotoreporter ndërkombëtar të vendeve të ndryshme që vinë dhe deponojnë të dhëna që dokumentojnë krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, në institutin e krimeve, mendoj që është një progres i joni si vend në këtë drejtim. Për shkak se në një farë forme kemi arritur që t'i bindim partnerët ndërkombëtar, sepse materialet që dorëzohen në institut do të trajtohen në mënyrën më të dinjitetshme të mundshme, nuk do të përdoren për, si me thënë, asgjë tjetër përveç se për ruajtjen e të vërtetës dhe promovimin e të vërtetës. Qëllimi i institutit është që të dokumentoj krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë, jo për të arritur deri tek një revansh, po thjesht për të ruajtur të vërtetën dhe për t'ja u prezantuar atë gjeneratave që vinë në mënyrë që
ata që i kanë kryer krimet një ditë ta pranojnë se i kanë kryer këto krime dhe të kërkojnë falje për to, por edhe të evitohet mundësia e mohimit të këtyre krimeve. Ndoshta edhe një padi për shtetin e Serbisë. Instituti i krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, krenare, nuk ka mandat për hetimin e krimeve të luftës. Ne kemi mandat vetëm për çështje të dokumentimit edhe për çështje të hulumtimit. Natyrisht për gjykatën, pra është e rëndësishme që pos emrit viktimes jetë edhe emri i personit që ka kryer krimin, qoftë për gjykim në mungesë. Sa keni arritur pra që të keni lista të evidentoni persona që kanë kryer krime? Ne, deri më tani, si thashë, kemi prioritizuar çështjen e mbledhjes, se mendoj që kjo është boshti korrizor i procesit të materialet që mblidhen. Edhe kemi zhvilluar një bashkëpunim shumë të mirë me 3 shtylla kryesore institucionale. Në janë institucionet edukativ-arsimore akademike. Pra kemi konferencën shkencore të institutit, i cili grumbullon profesor dhe ekspert nga vendet të ndryshme të botës, të cilët vinë në institut, shërbehen me materiale që ne i posedojmë në arkivin e institut, pastaj ata i bëjnë, si me thonë, interpretimin e tyre mbi bazën e, si me thonë, vendimeve të tyre, mbi bazën e një metodologjie shkencore që ata e aplikojnë për dizajnimin e punimeve të tyre shkencore. Pra, me institucionet të arsimit të mesëm dhe të ullë, gjithashtu me Ministrinë e Arsimit, respektivisht kemi një bashkëpunim shumë të mirë dhe si rezultat gjatë këtij viti kemi pasur forumin për dokumentimin e helmimeve që kanë ndodhur në fillim të viteve të 90-ta në Kosovë dhe i njëjti video material, por edhe materiale tjera dokumentuese janë shpërndarë pastaj së bashku me Ministrinë nëpër shkollat të ndryshme në Kosovë. Shtylla e dytë institucionale me të cilat ne bashkëpunojmë janë institucionet e kulturës. Respektivisht organizojmë ekspozita të ndryshme me bibliotekën kombëtare, pastaj me institucione të tjera brenda dhe jashtë vendit, me organizata jo qeveritare, bashkëpunojmë, i ndajmë materialet e tona për qëllimin e, si me thonë, prodhimit dhe lansimit të produkteve kulturore që janë ekspozita, që janë filmat dokumentare ose artistike kështu me radhë. Dhe shtylla e tretë institucionale me të cilat na bashkëpunojnë janë institucionet e drejtësisë. Por natyra e bashkëpunimit që e kemi në këtë rast me Departamentin e Policisë që merret me hetimin e krimeve të luftës apo me prokurorinë që merret me hetimin e krimeve të luftës, është ata na dërgojnë neve një kërkesë dhe thonë a ke material që dokumenton këtë krim dhe ne i mbledhim ato materiale që i posedojmë, ja u dorëzojmë atyre njëjtë sikurse që ja dorëzojmë çdo palë tjetër, pastaj ata procesojnë me çështje të hetimit. Por në dokumente keni emrat të personave që kanë kryer krime të luftës, pra kanë dorëzuar tek ju qytetarët ndoshta me emër mbi emër se kush? Patjetër, domethënë instituti arkiv. Dhe kjo është pastaj edhe bashkëpunimi me prokurorinë edhe me gjykatat. Normal, sigurisht, domethënë arkivi i institutit tani më posedon mbi 400 metra lineare gjatësi ose material që dokumenton krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Ne kemi edhe arkivin ton digital i cili ka më shumë se 1 milion foto, pastaj ka rreth 19.000 orë video incizime, ndoshta që dokumentojnë krimet e luftës, të dorëzuara nga vendet të ndryshme të botës, nga burime të ndryshme, dhe të cilat janë në dispozicion për palët që do të merren me hulumtimin dhe dokumentimin e këtyre krimeve. Po. Në shohim tani kemi edhe disa fotografi të tjera që ti komentojmë. Këtu janë disa harta. Çfarë flasin këto harta? Hartat paraqesin planet operacionale të hyrjes së forcave britanike në Kosovë. Forcat e NATO-s kanë hyrë nga Maqedonia e Veriut drejt Prishtinës në orët e para të 12 qershorit 1999 dhe këto lëvizje në farforme shënojnë fillimin e vendosjes së KFOR-it dhe krijimin e kushteve të para të sigurisë për kthimin e popullsisë që ishte tani më e dëbuar. Gjatë, domethënë, këto materiale dokumentojmë se jo vetëm aspektin ushtarak të operacionit, por edhe atmosferën e pritjes nga popullata civile, e cila pas shumë muajsh pa sigurie po përballej me një realitet të ri. Shive, kënaqë është interesant, është shumë e domosdoshme. Unë edhe më herët jam marrë me dokumentimin e krimeve të luftës, por kryesisht nga perspektiva akademike, jo domosdoshmërisht në formatin siç po merrem tani këto 3 vitet e fundit. Por është më shumë se domosdoshme që kur të bëjmë dokumentimin e ndonjë ngjarje të caktuar të luftës, ta trajtojmë atë nga perspektiva, si me thonë, me qasjen ndërdisiplinare të hulumtimit, që i bie
ne mund ta dokumentojmë një ngjarje të caktuar të luftës, siç është tash për shembull shtrirja e forcave të NATO-s ose të KFOR-it në Kosovë, mirëfilli vetëm nëse pjesë e këtij ekipi të dokumentimit janë juristët, janë ekspertët e sigurisë, janë antropologët që e shohin këtë qasjen kulturore kush përfaqet, do thotë mirëpritja e popullsisë civile e karshi forcave paqëruese, pastaj edhe aspektin historik, aspektin politik e kështu me radhë. Edhe secila foto në një formë, ndaj edhe në vazhdimsi bëj thirrje Komitetit Akademik Vendor Rajonal Ndërkombëtar që ta shfrytëzojnë faktin që instituti është i hapur dhe posedon një sasi të madhe të materialeve për të kryer studime dhe hulumtime të ndryshme nga ana e tyre. Sepse, për shembull, Fakulteti i Arteve në Prishtinë, për ta përfunduar ata nivelin master të drejtimit të regjisë, po supozojmë, ata duhet ta prodhojnë një film dokumentar ose artistik. Unë në vazhdimsi bëj thirrje kolegëve profesor aty që janë, por edhe studentëve që të vinë në institut të pajisen me materiale sikur këto harta, apo sikur se video materialet që i kemi në mënyrë që të prodhojnë filma dokumentar dhe artistik që në njërën anë dokumentojnë krimet e kryera gjatë luftës, në anën tjetër do të thotë në një farë forme ja u mundsojnë atyre që të ngritën. Do shta një mungesë shumë e madhe ndër vite, dhe kjo që po e thoni, dhe shumë e rëndësishme pra që të dokumentohen krimet e luftës edhe përmes filmave, sepse edhe përmes dokumentareve të ndryshme, sepse kemi gjallë pra të mbjetuarit e masakrave që ndoshta po t'i kishte këto Serbia, do t'a bënte shumë më alarmante situatën se sa që ishte, në fakt e kemi gjallë dëshmitarët dhe në farë forme janë të lënë anash. Ka fillu, jo me institutin, se ne kemi pas ekspert të kinematografisë gjithmonë, falë Zotit edhe shumë mirë që janë, po ka fillu, do me thonë, një farë kurreshtje edhe ne kemi vizita shpesh nga producentët e ndryshëm, cilët vinë dhe kërkojnë materiale për me përgadit filmat e tyre dokumentarë dhe artistik. Një gjatë që s'kemi arrit akoma me kuptu si institucione, po përmëna edhe si shoqëri, është fakti që nuk mund të presim vetëm nga një institucion që ta përfundoj këtë procesin ose ciklin e dokumentimit krimet kryer gjatë luftës Kosovë. Për shkak të mungesës së burimeve njerëzore, ne nuk kemi asnjë regjisor në zyre që mund ta bëj këtë punë, asnjë montazher për shembull, në organogramin tonë. Duhet ndoshta të ishte një iniciativë shtetërore. Jo vetë shtetërore, po edhe si individ ne mund të bashkëpunojmë shumë më shumë edhe si institucione. Për shembull, ne kemi arrit me pas një bashkëpunim shumë të mirë me gazetarë të ndryshëm, të cilët vinë dhe kërkojnë materiale në institut për të bërë storjet e tyre. Kemi arrit me pas një bashkëpunim edhe pse më shumë është me akademik ndërkombëtar se sa me akademik vendor, sepse janë dy kushte për ta bërë si thash një dokumentim të mirëfillt. Një është qasja interdisiplinore, shkencore në mënyrë që dokumentimit bëhet siç duhet, edhe e dyta është gjithëpërfshirja. Ne duhet të kemi profile të ndryshme dhe njerëz të ndryshëm edhe institucione të ndryshme në proces të dokumentimit. Nuk mund ta di një arkivist i institutit më mirë se sa një gazetar apo ekspert i marketingut se si mund të arrim tek shoqëria me një material më lehtë edhe më mirë edhe në mënyrën e duhur. Po arkivat shtetërore të Beogradit, pra a ka pas mundësi që dikush të ketë qasje, besoj që ka edhe aty sekrete mjaftueshme sa i përket krimeve të kryera, ndoshta edhe të pa dokumentuara në Kosovë. Qoftë edhe organizatat ndërkombëtare, sepse po besoj që institucionet e Kosovës nuk e kanë pas këtë mundësi. Krenare, na kemi arrit si institut me inicu edhe me zhvillu bashkëpunim me institucione shtetërore të krejt shteteve të rajonit përveç Serbisë. Për shembull, në Maqedoni kemi bashkëpunim me Arkivin e Shtetit atje, me Institutin për Trashëgimin Kulturor dhe Shpirtëror, që institucione shtetërore po flas, me Universitetin Ana Terez, Universitetin e Tetovës e kështu me radhë. Në Maltëzi kemi marrëveshje edhe bashkëpunim me
ministrinë që është atje për pakicat, pastaj me radio televizionin e Malit të Zi. Në Bosnë kemi marrëveshje bashkëpunimi dhe zhvillojmë bashkëpunim me Srebrenica Memorial Center. Në Shqipëri, domethënë kemi bashkëpunim me Arkivin e Shtetit, Bibliotekën Kombëtare, Arkivin e Ministrisë Punëve të Jashtme, Institutin për krimet, dokumentimin e krimeve të komunizmit e kështu me radhë. Domethënë ideja ime ka qenë gjithmonë që ne bashkarisht ti dokumentojmë edhe, siç thash, rezistencën e popullsisë shqiptare, edhe krimet që i kanë kryer, që dëbimi është një prej krimeve të gjenocidit, për shembull, që kanë dëbu rreth 550.000 i ke pasur në Shqipëri, pastaj dikon rreth 340.000 kanë qenë në Maqedoni, 65.000 si Macedonave tona kanë qenë në Malzi, e kështu me radhë, pra e dokumenton edhe rezistencën, edhe krimin, po edhe humanizmin që këto shoqëri ose këto vende fqinje e kanë tregu karshi të dëbuarave të luftës në. Me Serbinë fatkeqësisht është i vetmi shtet i cili nuk kemi arrit me ndonjë institucion atje që të kemi ndonjë bashkëpunim. Unë kam pas interesim, pse jo? Sepse si thash, dokumentimi i krimeve të luftës i mirëfillt i ndihmon edhe shoqërisë serbe atje. Sepse e shohin që jenë manipulu nga një regjim jo i duhur, kriminal do thoja, edhe jenë manipulu sepse jenë vra fëmijët e tyre në rastin Panda, në raste tjera, vetëm për të provokuar tensionet ndëretnike në pejtë. Një dokumentim e mirëfillt, po ju ndihmoj ka dhe njerëzve atje me ngrit vedine, me pas një... Nëse dëshirojnë ta pranojnë realitetin edhe pse është shumë e vështirë ndoshta edhe... Nuk është e pamundur. Ne do ta shohim këtë edhe këtë me një shpresë, por edhe me dëshirë për t'i ndihmuar, për ta kuptuar të vërtetën të gjithë shoqërive në rajon. Por nuk kemi arrit. Madje para disa muajve kam iniciuar takime me krerët e bashkësive fetare që njihen me legjën e Kosovë. Edhe përderisa krejoj Bashkisë Islame, krejoj Peshkvisë e Kosovës, krejoj Kishës Protestane, pastaj edhe përfaqësuesi i hebrejve për shembull në Kosovë, se këto janë 5 bashkësi fetare që njihen me ligj në Kosovë, kanë ardhur në takim dhe kanë shprehë gatishmëri që të ndajnë materialet e tyre, të deponojnë në arkivin e institutit. Përfaqësuesit e Kishës Ortodokse serbe nuk kanë ardhur në takim. Dhe është shumë e dhimbshme, sidomos kur një rezistencë apo e tillë vjen edhe nga institucione që në parim duhet të jenë për të rujtjen dhe promovimin e të vërtetës, pastaj edhe për një iniciimin e një, si me thënë, paqe të qëndrueshme përmes gjetjes të së vërtetës historike. Po bashkëpunimi me Hagën, sa keni pas mundësi që të bashkëpunoni pra me gjykatën e Hagës? Me gjykatën e Hagës në qershor të vitit 2024 unë kam dërguar një dokument kërkesë zyrtare nga ana e institutit, duke i referuar të drejtës që na jep njëra prej konventave të UNESCO-s e që arkivi i tyre ose mekanizmi e kanë nënshkruar, duke i referuar asaj të drejte, kam kërkuar që të gjitha materialet që i posedon ajo gjykatë për rastin e krimeve të kryer gjatë luftës në Kosovë të na i dorëzoj neve, sepse ne nuk jemi institucion që merret me hetimin e krimeve të luftës, po jemi institucion që merr me dokumentimin, hulumtimin e tyre, rujtjen e kujtesës kolektive dhe do t'i përdorim këto materiale kryesisht për qëllime edukative, arsimore dhe kulturore. Fatkeqësisht nuk është që na i kanë kthyer një përgjigje mas një periudhe 7 mujore, dhe pastaj është kthyer ajo përgjigje e cila thotë se ju mund t'i merrni vetëm ato materiale që janë të shkarkueshme online. Kjo nuk ka qenë përgjigje që unë kam pritë dhe e kam dëshiruar për shkak se gjitha vendet e tjera të rajonit, që rastet e krimeve të kryer gjatë luftës në vendet e tyre janë trajtuar në Hagë, siç është rasti i Bosnës, Serbisë dhe Kroacisë, këto vende i kanë marrë materialet e tyre, vetëm Kosova nuk i ka marrë me një arsyetim se nuk jemi në pjesë e Organizatës Kombeve të Bashkuara kështu me radhë. Nuk jam pajtuar me këtë përgjigje të tyre dhe kam vazhduar, si më thon, shkëmbimin e kërkesave duke insistuar që neve këto materiale na takojnë si vendet si shoqëri, sepse flitet për krimet e kryera në teritorin e Kosovës ose karshi popullsisë civile këto. Fatkeqësisht në dhjetor të vitit 2025 ka dalë një lloj raporti që është dorëzuar sekretarit të Kombeve të Bashkuara që është propozuar që të dislokohet
arkivi me materiale që arkivi i gjykatës së Hagës të dislokohet në njërin prej vendeve ku si opsion është përmendur edhe Serbia. Një çështje të tillë mua më ka duk shumë absurde, si mund të konsiderohet që ato materiale të shkojnë në një vend i cili do të thotë është shpallur shtet gjenocidal në rastin e Bosnës, apo ka qenë i akuzuar për këtë çështje edhe nga ana e Kroacisë, edhe në Kosovë ka dokumente që ka kryer krime të gjenocidit ose krime kundër njerëzimit, si mund të konsiderohet një gjë e tillë. Edhe me sa di unë, pastaj normal unë këtë çështje e kam raportuar edhe te kryeministri, me sa di kryeministri e ka dërguar një letër tek sekretari i Kombeve të Bashkuara duke ngrit shqetësimin e tij që fillimisht këto materiale t'i dorëzohen institutit sepse tash Kosova e ka infrastrukturën fizike, por edhe kornizën ligjore që këto materiale t'i trajtojnë në mënyrën e duhur, por edhe duke kërkuar që mos të konsiderohet bartja e këtyre materialeve në Serbi, sepse kjo do të shkaktante probleme në të ardhmen për qasje. Kur jemi te Haga, pra një mendim i juaj personal, cili është mendimi juaj pra për këtë themi gjykat e cila u votua edhe në kuvendin e Kosovës dhe po më panë pra pa drejtësisht ish krerët ushtrisë shqirimtare të Kosovës dhe që jemi në fund pothuajse të këtij procesi që besojmë e urojmë që së shpejti do të lirohen dhe të kthehen në vendin e tyre. Për shkak se instituti nuk ka mandat për hetimin edhe gjykimin e krimeve të luftës, unë do të rezervohesha nga një ndarja me juve opinionit tim personal për këtë gjykatë. Unë mendoj që është shumë e dhimbshme edhe skandaloze që është leju të krijohet një gjykatë e tillë, edhe që ne si vend e si shoqëri për shkak të neglizhencës shumë vjeçare në dokumentimin e mirëfillt të krimeve të luftës kemi arritur në atë pikë ku kemi marrë pozicion defanziv karshi kësaj çështje. Kjo pra është tragjedia, mund të themi më e madhe. Eksakt. Opinionin personal lidhje me atë se zhvillimet që e mbon do të kursesha me lejen e juaj, po kjo është tragjedi. Me qenë se jemi në fund fare të emisionit, i pam disa prej materialeve, natyrisht që ka shumë arkivi juaj, edhe përmendëm më herët edhe kujtesën kolektive, që besoj që është një prej misioneve të institutit, sidomos për gjeneratat e reja, por edhe për ata të cilët e kanë përjetuar luftën. Si popull ku jemi me kujtesë kolektive, a i kemi harru? Kjo se çfarë ka ndodhur në Kosova, po e harrojmë? Jo, unë thash, si ka pasur iniciativa dhe para krijimit të institutit fatmirësisht nga ana organizatave, individëve, mediave, ndoshta nuk janë bërë, për shembull, ka pasur raste kur kanë prodhuar një farë kujtese të fragmentuar, sepse nganjëherë është egzageruar një e vërtet, nganjëherë është nënvlerësuar shumë, por ka pasur projekte dhe iniciativa për me ruajt kujtesën edhe për me transmetuar ata pe gjeneratës në gjenerat. Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që kjo të institucionalizohet. Për shembull, instituti tani më është duke implementuar një projekt për dokumentimin e 10 masakrave, edhe këtë nuk është duke bërë i vetëm, por është duke bërë në bashkëpunim me Institutin e Antropologjisë të Universitetit të Prishtinës, Muzeun Kombëtar, Bibliotekën Kombëtare dhe Ministrinë e Kulturës, e cila po e financon këtë projekt. Ne duhet që me çdo kusht ta institucionalizojmë kujtesën tonë, të prodhojmë për shembull memorializim të duhur, ne si popullsi shqiptare do thoja, nuk kemi nevojë të egzagerojmë sepse fatkeqësisht e vërteta është në anën tonë, ne veç duhet ta prezantojmë të vërtetën në mënyrën sa më objektive dhe sa më të mirë të mundur, duke përdorur metodologji shkencore, duke përdorur qasje objektive edhe duke ruajtur kujtesën tonë në mënyrë që në të ardhmen mos të harrohen krimet, mos të mohohen ato edhe mos të përsëriten ato. Faleminderit shumë që keni gjetur kohën të jeni pjesë e emisionit personale, pra është emisioni i parë ky sepse kemi bërë një përmbledhje të punës së institutit, por unë besoj që do të kemi mundësi sërish ju kemi në studio për cjellur edhe materiale të tjera, pastaj për të ndarë edhe informacione të rëndësishme sa i përket dokumentimit të krimeve të luftës, sepse emisioni personale në fakt ka qenë gjithmonë i hapur edhe për dëshmitar dhe të mbijetuar të masakrave pjesë të ushtrisë shqirimtare të Kosovës dhe kështu do të vazhdojmë. Faleminderit për hapësirën edhe faleminderit për krejt punën që e keni bërë ju komuniteti i mediave, do të thënë edhe i gazetarëve në dokumentimin e krimeve të kryer gjatë luftës në Kosovë, dhe kjo përveç se
na e leton neve punën, na mundëson që me ndërtu mbi atë bazë në mënyrë që të ardhmen ta promovojmë sa më shumë të vërtetën historike dhe ta ruajmë kujtesën tonë. Faleminderit. Faleminderit edhe një herë. Mirë të dashur, faleminderit për vëmendjen me emisionin personale dhe një tjetër personalitet do të takohemi javën tjetër. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirëmbëjtje.